që nga shtatori 2013, kur ne kemi filluar detyrën, policia e shtetit ka shkatruar 94.7% më shumë drogë se sa të 8 vitet e qeverisë kaluar të mbledhura së bashku. Shifra impresionuese, suksesi lartë. Kështu fliste ish ministri i Brendshëm. Dhe vreni me kujdes. Këtë fjalim e recitonte në një konferencë triumfuese që mbante emrin bombastik, Antidroga një histori suksesi. Kjo ishte një konferencë e organizuar me shpejtësi pasi mbi qeverinë e Rilindjes kishte rënë akuza më e rëndë, ajo e lidhjes së Sajmir Tahirit me trafikantët e drogës Habilaj. Dhe për të bërë më të pabesueshëm këtë denoncim, vinte në ndihmë edhe ambasadori SBA-s. Si rezultat i përpjekjeve të tyre, ne besojmë se kultivimi i përgjithshëm i kanabisit në Shqipëri është shumë ulur. Kjo atmosferë entuziaste dhe dashamirëse ndaj qeverisë dhe policisë vinte pas një aksioni të madh të kryer një vit më parë në Lazarat. Më shumë se 800 forca policore të përfshira, mes të cilave forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe reparti special Renea. Me 10 randalime dhe arrestime, armë dhe drogë të sekuestruara në këtë operacion, ku u duk se shteti po i riktente autoritetin vetes së vet. Por me gjithë propagandën e madhe qeveritare që trumbetonte vetëm suksese, opozita nuk kishte ndërmend ta linte të qetë qeverinë dhe ministrinë e Brendshme. Ajo akuzonte se pas aksionit në Lazarat, droga ishte shpërndarë në të gjithë vendin dhe kishte marrë për masa të frikshme nga Dukagjini deri në Sarand. Me stilin e zakonshëm, Sajmir Tahiri përgjigjej se ai po luftonte me hashashin e trashëguar nga qeveria paraardhëse. Ju ose nuk duhet flisnit, ose duhet flisnit t'i kërkonit falje qytetarëve shqiptarë për atë që nuk keni bërë. Sepse ju kam paguar rrogën si ministri i punëve të brendshme dhe s'keni bërë punë. Mes këtyre të llovive akuzash, një ish oficer i lartë policie, Dritan Zagani, zbuloi disa lidhje të forta të ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri me një nga bandat që kontrollonte kultivimin dhe trafikimin e drogës nga Shqipëria në Itali. Pushimi i pushteteve nga e djatha në të majtën, që ndodhi në 2013, ky grup u bë shumë i pushtetshëm dhe nga njerëz të cilën do ta them edhe me detaje, edhe të pushtetshëm, kam mësuar që këta janë shumë të fortë pasi ishin lidhje farefisnore e zotit Sajmir Tahiri, aktualisht ministri i Brendshëm. Sajmir Tahiri 4 ditë më pas organizoi konferencën Antidroga histori suksesi për të sfumuar akuzat në lidhje me kushërinë e tij. Në ndihmë i erdhi edhe shefi i tij i qeverisë Edi Rama. Në vend që të fillonte hetimet për Abilajt, u tentua që t'i mbyllej goja denoncuesit. Një bashkëpunëtor i trafikantëve të drogës që dekonspironte operacionet e policisë është bërë sot heroi i opozitës, i mediave, madje edhe i kreut shtetit së fundi. Por Edi Rama nuk ishte i vetmi. Në krah të Tahirit doli edhe ambasadori amerikan Donald Lu, i cili çuditërisht tha se lufta ndaj drogës ka patur sukses të madh. Lufta kundër drograve të ballitshme dhe krimit të organizuar ka bërë një hap të stërmadh përpara. Ambasadori amerikan që prej mbërritjes në Tiranë nuk ka lënë gjyqtar dhe prokuror pasulmuar si të korruptuar dhe të lidhur me krimin dhe korrupsionin, por deri tani nga goja e tij kanë mbetur vetëm deklaratat se qeveria Rama e ka fituar betejën me drogën. Por megjithatë, Berisha dhe opozita nuk rreshnin së denoncuari se sasia e kanabisit ishte aq e madhe sa i duhej të transportohej me avion. 2013 në aerodromin e Gjadrit, Lezhë, në avionin charter është ulur disa herë në pistë në data të ndryshme dhe personat pa identifikuar kanë furnizuar me karburant dhe drogë. Kjo deklaratë e Sali Berishës u bë objekt talljeje dhe humori nga krerët e mazhorancës qeverisëse. Po ka mundësi të ketë ndodhur një keqkuptim shumë i madh, sepse ka nisë një aksion i Ministrisë së Shëndetësisë për spërkatjen dhe ka rrezik që edhe në Gjadër të jenë përsëri helikopterët që fillojnë spërkatjen në Shëngjin, se kishte 20 e ca vjet Shqipëria që nuk kishte spërkatje përpara sezoneve turistike. Nuk janë avion, janë mushkonjat që ka 25 vjet qysh se doktori mori shtetin në dorë që nuk i gjymon më njeri, nuk ju hedh më njeri as një lloj helmi dhe kështu që janë kthyer si avion të droguar që pickojnë vazhdimësisht opozitën sot
dhe opozita me drogën që merr nga mushkonjat vjen këtu e pickuar dhe përpiqet pickojë opinionin publik. Por propaganda e qeverisë zorse qëndronte gjatë në këmbë. Sapo Rama thurrte një alibi, një fakt konkret e rrëzonte atë. Avioni me drogë plot me hashash i rrëzuar në Divjak, që sinjali i parë se fasada e sukseseve po përlyhej me shpejtësi. Por avioni Divjakës nuk që i fundit që do të rrëzohej në tokën shqiptare. Kryeministri tha që nuk ka drogë, nuk ka hashash, vazhdimisht po e mohoni. Shkoni çik në Durrës, se sapo ra një avion i vogël i ngarkuar me hashash. Sapo, çështje 2 minutash, është rrëzuar një avion tjetër, një mushkonjë tjetër në Ish. Parlamenti u kthye tashmë në një shesh betejë mes shumicës dhe pakicës parlamentare, ku çdo të njëjtë opozita akuzonte, ndërsa qeveria mohonte. A mund të na përgjigjeni? Si arritëm që bimët e narkotikëve të arrin lartësinë e shtatit të njeriu? Kur u mbollën? Kur u prashitën? Kur u ugjitën? Se po flitet për dhjetra, për qindra parcel, ka arritur milioni i rënjve të asgjësuara. Ku ishin organet e rendit? Qohesh të flasësh për herë të parë për një shqetësim të tillë, siç është kultivimi i kanabisit në vendin tonë. Të interesohesh paraprakisht, përpara se të lexosh portale dhe analistë që çuditërisht si ty apo si shumë tjerë këtu në sallë kanë filluar tani të flasin për këtë fenomen. Është viti i tretë që administron fenomenin si ministër. Cilat janë rezultatet zotëri, po shkojnë për vite dhe më keq, e transportoni me mushka, transportohet me avion, e kuptoni? Me petkun e njeriut që luftonte drogën, Sajmir Tahiri organizoi fushata për asgjësimin e kanabisit, ku ftonte gazetar vendas dhe të huaj. Sa më shumë bim asgjësonte policia, aq më shumë kalonte përtej Adriatikut. Por Rama vazhdonte ta mohonte realitetin e frikshëm. Nga krijimi i alibive, ai tani kishte kaluar në tallje për t'u shmangur problemit. Si jeni me hashashin nga fshati juaj? Me të njëjtën monedhë, ja kthenin edhe njerëzit në këngë propagandës e qeverisë. Por për te humorit, vendet qinje vazhdonin të alarmoheshin nga hashashi që vinte nga Shqipëria. Organet ligjzbatuese kishin kapur më shumë se 30 ton hashash nga janari deri në shtator të 2017-s. Pala italiane e kishte bërë punën e vet. Dhe më vjen mirë që se përmendim më kanabisin se e kuptoni që është histori e mbyllur. Mbyllja me sukses e një kapitulli që u hap prej nesh dhe që e mbyllëm ne. Pavarësisht vështirësive, pavarësisht kundër goditjeve, pavarësisht problematikës. Për ta hequr përfundimisht Shqipërinë nga harta e vendeve kultivuese të lëndëve narkotike. Më 16 tetor 2017, Prokuroria e Katanjas shpërtheu dosjen e drogës, ku mes përgjimeve dilte edhe emri ish ministrit shqiptar të brendshëm Sajmir Tahiri. Çfarë ka më shumë se ne ai? Sajmir në një muaj ka bërë minimumi 5 milion euro. Ati nuk i mjaftojnë as 20 milion euro në fushat elektorale. Prokuroria Shqiptare e Krimeve të Rënda kërkoi autorizimin për arrestimin e deputetit socialist, një prej figurave qendrore të rilindjes. Në një betejë saqesharake aq edhe politike, socialistët nuk e lëshuan Sajmir Tahiri. Si të mos mjaftonte kjo panorame e lulëzimit të hashashit në vend, kryeministri Rama, sipas traditës, pas çdo skandali, organizon një show që ta mbulojë atë. Ai emëroi 12 prefektët e rinj. Sipas kryeministrit, këta 12 ish ushtarak në pension do i japin dërmën përfundimtare hashashit dhe ta fitojnë betejën me të. Fazën e dytë të betejës hapur kundër kultivimit të kanabisit, për t'i shkuar nga pas dhe për t'i vënë prapa hekurave rrjetet dhe elementet kriminal. Roli i prefektëve merr një rëndësi
veçantë. Një betejë që e ka shpallur të fituar 4 herë, edhe pas Lazaratit, edhe kur organizoi konferencën antidroga një histori suksesi, edhe kur krijoi qeverinë e re, edhe tani që po militarizon prefekturat.